Uniteti i Mufadalit. Mufadal ibn Omer Gjaferi, pasi kreu faljen e pasdites në xhaminë e profetit, ul diku aty pranë varrit të profetit dhe pak nga pak filloi të zhytej në mendime për madhështinë dhe personalitetin e lartë dhe qellor të profetit të nderuar. Sa më shumë që mendohej, aq më shumë e merrte malli për Hazretin Muhammed. Me vete mendonte që grada e personalitetit të lartë të profetit është shumë herë më e lartë nga ajo që mendojmë dhe shikojmë. Njerëzit dinë shumë pak për madhështinë e virtytin e lartë të profetit, sa të shkujtojnë se dinë. Mofazeli ishte i zhytur në këto mendime, kur u fut në xhami dhe erdhi e ul diku aty afër tij, edhe materialisti i njohur në atë vend, Ibn Ebu Auja Madiu. Nuk zgjati shumë dhe aty erdhi ul dhe një shok i Ibn Ebu Aujas dhe filluan të bisedonin. Ishte dhe fillimi i kalifatit Abasid, e kjo gjë nënkuptonte dhe ndryshime të mëdha në kulturën islame. Në atë kohë, disa prej myslimanëve kishin hapur disa degë shkencore. Ata kishin përkthyer libra shkencor dhe filozofik nga gjuha greke, indiane dhe persiane. Kështu, ishin krijuar degë të ndryshme shkencash dhe filozofie. Ishte periudha e përplasjes së mendimeve dhe ideve. Abasitët e përkrahnin lirinë e ideve deri aty ku ato nuk kishin punë me politikën. Edhe dietarët jo mysliman ishin të lirë që të shprehnin idet dhe mendimet e tyre. Madje, ata kishin arritur deri aty sa mendimet e tyre t'i shprehinin edhe te xhamia pranë Qabes dhe te xhamia e profetit në Medine, duke u mbledhur grupe e duke biseduar. Ibn Ebu Auja i përkiste këtij grupi. Atë ditë, ai dhe shoku i tij u futën njëri pas tjetrit në xhaminë e profetit dhe nisën të bisedonin së bashku. Mirë po nuk ishin shumë larg prej Mufadalit dhe kështu ishte e pamundur që ai të mos i dëgjonte fjalët e tyre. Rastësisht, fjala e parë që tha Ebu Auja dhe që ja zuri veshi Mufadalit ishte pikërisht nga ato fjalë që ai vetë po i mendonte deri më tani. Ata po flisnin për profetin. Ai i tha shokut të tij: "Sa lart i shkoi puna këtij burri, profetit. Arriti në një vend ku askush nuk mund të shkonte më lart." Shoku ju përgjigj: "Ishte gjeni. Pretendonte se i përkiste gjithë botës, duke bërë dhe punë të çuditshme dhe të mbinatyrshme, të cilat i habitën mendjet e njerëzve. Kështu njerëzit e pan veten e tyre të pafuqishëm përballë tij dhe e pranuan ftesën e tij. Drejt tij erdhën edhe klasat e tjera të shoqërisë dhe i sollën besë. Puna e tij arriti deri aty, sa emri i tij shkoi shumë lart. Tani, kur këndohet ezani në qytete e fshatra, në kodra, fusha e male, dete e shkretëtira, dëgjohet edhe emri i tij. Në çdo vend thrasin ditë e natë nga 5 herë: Muhamedi është i dërguari i Zotit. E pra, emri i tij përmendet gjithandej dhe ai kurrë nuk do të harrohet." Ibn Ebu Auja i tha shokut të tij: "Për Muhamedin të mos flasi më shumë. Unë ende nuk kam arritur t'i gjej të fshehtat e personalitetit të tij. Më mirë të bisedojmë për fillimin dhe fundin e ekzistencës, që ishte baza në të cilën Muhamedi hodhi themelet e fesë së tij." Dhe Ebu Auja filloi të shprehte idet materialiste se nuk ekziston paracaktimi dhe asgjë e shkruar. Natyra është nëna e gjithçkaje. Kështu ka qenë jeta e kështu do të jetë për herë e të tjera si këto. Kur biseda e tij mbërriti këtu, Mufadali nuk mundi të duronte më, por shpërtheu si një top dhe thirri: "Armik i Zotit, ti mohon krijuesin tënd, cili të ka krijuar në formën dhe mënyrën më të përsosur. Mos shko shumë larg, hidhi një sy vetes dhe jetës dhe mjediset që ke përreth, e të vësh re shenjat dhe veprimet e krijimit, e të kuptosh qëllimin e qenies." Ebu Auja, i cili nuk e njihte Mufadalin, pyeti: "Ti kush je dhe nga cili grup je? Në qoftë se je një njeri i argumentit, atëherë eja të bisedojmë bashkë dhe nëse ke argument të fortë, ne do të të ndjekim. Në qoftë se nuk je njeri i fjalës, atëherë s'kemi që flasim me ty."
Në qoftë se je prej shokëve të Xhafer ibn Muhamedit, ai nuk flet kështu me ne. Nganjëherë ai dëgjon prej nesh shumë fjalë më të mëdha se këto që dëgjove ti tani prej nesh. Por nuk është parë dhe dëgjuar kurrë që të inatoset dhe të na përtas. Ai nuk nxehet kurrë dhe nuk na fyen. Ai e dëgjon fjalën tonë me kulmin e miqësisë dhe të respektit. Ai pret që ta shprehim të gjithë atë që kemi në zemër e të mos na mbetet pa thënë asnjë fjalë. Kur shprehim arsyet dhe bindjet tona, ai na dëgjon shumë qetësisht sa ne kujtojmë se ai u është të dorëzuar bindjeve tona. Atëherë, ai fillon e na përgjigjet me respekt. Disa fjalive të shkurtra dhe plot mençuri na e bllokon rrugën, duke na e marrë edhe fuqinë e ratisjes. Në qoftë se ti je prej shokëve të tij, atëherë fol si ai. Mufadali, i inatosur me fytin që i diqte nga inati, doli jashtë nga xhamia. Ai mendonte me vete se deri ku kishte mbërritur puna për Islamin. Njerëz të këtill uleshin në xhaminë e profetit dhe pa frikë mohonin çdo gjë. Shkoi menjëherë tek shtëpia e imamit. Imami, sa e pa, i tha: "Mufadal, çfarë ka ndodhur që je kaq i mërzitur?" "O biri i Resulit," tha Mufadali, "tani isha te xhamia e profetit. Pranë meje erdhën e ulën një dy veta prej mohuesve. Prej tyre dëgjova fjalë për mohimin e Zotit dhe të profetit dhe mora flak. Thoshin kështu e ashtu dhe unë ju përgjigja në këtë mënyrë", shpjegoi ai. "Mos u mërzit," i tha imami, "që nesër eja tek unë e të filloj të jap disa mësime për njësinë e tij. Aq shumë do të flas për urtësinë e Zotit në krijim, për krijesa të ndryshme, si për gjallësat dhe sendet, për njerëzit dhe kafshët, për zogjt dhe shpendët, për gjërat që hahen dhe për ato që nuk hahen e shumë të tjera, sa që ti dhe çdo nxënës tjetër që kërkon të vërtetën të mbetet i mahnitur dhe t'i lër pagoj materialistët dhe mohuesit. Të pres nesër në mëngjes." Mufadali u largua shumë i kënaqur prej imamit. Me vete thoshte: "Kjo mërzitja ime sot pas ka pasur përfundim të këndshëm." Atë natë nuk mundi të flinte. Priste me padurim që të bëhej mëngjes dhe të shkonte te imami. Ajo nati dukej më e gjatë se çdo natë tjetër. Në mëngjes herët shkoi tek imami. Imami e mori dhe e çoi te dhoma ku priste vetëm të ftuar të veçantë. Mufadali e ndiqte imamin nga pas. Atëherë, imami, i cili e njihte karakterin e Mufadalit, i tha: "Them se mbrëm nuk të ka zënë gjumi gjithë natën duke pritur që kur do të bëhej mëngjes të vish këtu." "Po, kështu është siç thoni ju," u përgjigj Mufadali. "O Mufadal, Zoti e thot që ai është fillimi dhe fundi për të gjitha krijesat. O ibn Resulullah, a më jep leje që çfarëdo që të thuash ti shkruaj?" pyeti Mufadali. "Po, shkruaj," i tha imami. 4 ditë me radhë, në 4 seanca të gjata, imami i dha mësime Mufadalit dhe ai i shkroi të gjitha. Këto shkrime ai i tuboi dhe i bëri si libër. Sot, libri mban titullin Teuhidi i Mufadalit dhe është një nga librat më të saktë për çështjen e krijimit. Ai është fryt i asaj ndodhie dhe i atyre seancave të gjata mësimi.